Hafir Hoxha ka reaguar ashpër ndaj ish-deputetit nga radhat e PDK si Sem Berisha, i cili ka thënë se Albin Kurti e ka vendin në burg. Hoxha përmes një shkrimi në Facebook shkruan se Berisha dëshiron t'i kopjoj politikanët e tjerë. Sipas tij, ai e gënjen vetveten dhe e tepron edhe si përçues edhe mosnjohës i elementeve të luftës hibride serbe që po i shpërndan me apo pa vetdije. Në fund ai thotë se ka dëmshuri për ish-deputetin e PDK-s. Ky Fari Seni po mundohet t'i kopjoj disa politikanë të tjerë të cilët më herët u kapeshin kryeministrave me fjali të tilla dhe brenda natës siguronin vendin e tyre si deputet në kuvend, nga militantët e partive të tyre si të guximshëm, lëre që po gënjen për vetveten, por po e tepron edhe si përçues dhe mosnjohës i elementeve të luftës hibride serbe, të cilat po i shpërndan me apo pa vetdije. Më dhimbset që e ka marrë në qafë veten ky djalë, sepse goxha ushtar i mirë më është dukur gjatë luftës, kur nuk ka hyrë në zyrat e komandës në papaj patrokitur në derë, ku ishim ne ushtarakët. I zhurmshëm ka qenë edhe karakterin e ka të tillë si i lindur, por kur flet kështu për kryeministrin e vendit ton demokratik, atëherë si duket s'kan faj populli që dyshon në të, e trajton ashtu turpshëm dhe në realitet më dhimbset që nuk është i vetëdijshëm për pa vetdijen e vet.